Lista e dokumentacioneve dhe informacioneve përpara se të aplikoni për vizë turistike angleze. Gjiro llogari nga banka për 6 muajt e fundit, vërtetim për të ardhurat të tjera nëse ka, si qera, biznese. Një vërtetim pune, një vërtetim të sigurimeve shoqërore të 6 muajve të fundit, një certifikate familjare, një certifikate personale, një certifikate martesore nëse celebruar, mjetet e identifikimit pasaport dhe kartë identiteti, edhe pasaportën e vjetër nëse ke, datat e daljeve jashtë Shqipërisë 10 vitet e fundit nëse ke, certifikatat e pronësive nëse ke në emrin tënd të pasurive të paluajtshme dhe të banesës ku jeton. Datat që planifikoni të udhëtoni në Angli, detaje se ku do të qëndroni gjatë vizitës suaj, sa mendoni se do të kushtoj udhëtimi juaj, adresa juaj aktuale e shtëpisë dhe sa kohë keni jetuar atje, emrat e prindërve tuaj dhe datat e lindjes. Sa fitoni në një vit, a keni precedent penal apo probleme me ekspulse, në EPO, detajet e çdo vepre penale, civile ose të imigracionit që mund të keni kryer, detajet e udhëtimit për 10 vitet e fundit, adresën dhe numrin e telefonit të punëdhënësit tuaj, emrin e partnerit tuaj, datën e lindjes dhe numrin e pasaportës, emrin dhe adresën e kujtoj që paguan për udhëtimin tuaj. Emrin, adresën dhe numrin e pasaportës së çdo antari të familjes nëse keni në Angli. Për më shumë info mund të kontaktoni në numrin e telefonit 067 70 340 6511 ose në WhatsApp ose të vini pranë zyrës tonë.